Vlen po vazhdon debatin brenda koalicionit për shkrirje në një parti, por ende nuk është marrë një vendim final, ndonse kjo ide ka kohë që po përflitet. Ideja e zgjedhjes së liderit me rotacion një vjeçar, siç duket ka rënë poshtë dhe tani po diskutohen opsione tjera. Për Izet Mexhitin, opsioni më i mirë është me bashkëkryetar, njësoj sikur modeli i lëvizjes Guxo në Kosovë. Për mua mendoj që më i realti për ta bërë vlenin një është i bashkëkryetarëve, që në kupton pra dhe tjerët janë të pozicionuar pra në pozita të kryesisë së ngushtë. Por a do të ketë pajtim edhe nga partnerët tjerë për këtë opsion mbetet për tu parë. I pyetur nëse ka një derë të hapur për bashkëpunim me Ali Ahmetin dhe BDI-n, Mexhiti tha se nuk ka hasmëri me ish bashkëpartiakët e tij. Ne hasmëri nuk kemi, domethënë armiqësi private nuk kemi pas dallime politike. Unë sot jam pjesë e vlenit dhe jam i fokusuar 100% domethënë për ta konsoliduar vlenin, që vlenit jetë një subjekt normal që për çështje kombëtare, për çështje jetike, mund edhe tulemi të bisedojmë kur ka nevojë. Domethënë që i njeh edhe demokracia, pozitë opozit, ka çështje që janë mbi politikën ditore dhe aty, domethënë, jo me zotin Ahmeti, po me secilin subjekt shqiptar jemi të gatshëm të ulemi të bisedojmë. Një javë më parë për të njëjtën çështje u pyet edhe kryetari i BDI-s Ali Ahmeti. Tani unë asmëri nuk kam me asnjërin. Edhe për të rikthyer, nëse e keni fjalën e Bashkimit Demokratik, vendos Bashkimi Demokratik jo Ali Ahmeti. Se apo i lën derë të hapur njëri tjetrit, kjo mbetet për të analizuar. Mexhiti mbrëm në Klik Plus, gjithashtu tha se vlen edhe kështu siç është, ka dhënë prova që është i suksesshëm. Ndryshe, pjesë e koalicionit vlen janë LD, Besa, Alternativa dhe Arben Fetaj si pjesë e ASH-s. Ky koalicion mbështetet edhe nga vetëvendosje dhe lëvizja Arbëria.